Debatet brenda shtëpisë së Big Brother VIP5 janë ashpërsuar dukshëm në ditën e sotme, e mërkurë. Konfliktet kryesore u përqendruan tek Robert Sterkaj, i cili përplasjet i pati me Matteo Borin dhe Brikena Selmanin, të dy pjesë e nominimeve të kësaj jave. Gjatë diskutimeve, Roberti ju drejtua Brikenës me fjalë të forta: "A e ke burr apo jo? Po e nxjerr me duart e tua", duke tentuar ta provokonte modelen. Brikena reagoi me qetësi, duke i bërë të qartë se nuk do t'i jap llogari për asgjë. "Nuk dua të jap llogari ty", ju kundërpërgjigj ajo. Kjo shkëmbim fjalësh theksoi tensionin që po mbizotëron brenda shtëpisë këtë javë. Ndërkohë, Miri u zgjodh lider i ri i shtëpisë dhe vendosi të dërgojë në nominim Brikenën, Selin, Mateon dhe DJ Gimbon, duke shtuar edhe më shumë tensionin midis banorëve. Debatet e sotme reflektuan rivalitetin e gjatë midis Rogertit dhe Mateos, i cili ka qenë një nga konfliktet më të ndezura të këtij sezoni. Përveç Brikenës dhe Mateos, në nominim këtë javë janë edhe Selin Bollati dhe DJ Gimbo, duke e bërë garën më të fortë se kurrë. Banorët po përballen jo vetëm me konkurrencë, por edhe me emocione të forta, strategji dhe përplasje të hapura, që premtojnë javë të nxehta brenda shtëpisë së Big Brother.